ka ardhur momenti që të fillojnë të kuptojnë në mënyrën e tyre. Pra, ky ndryshimi nuk vjen menjëherë, se lexova ca komente dhe madje njerëz ja ktheva në Instagram. Në Instagram. Dhe i thash diçka, kuptohet, u bëra blok menjëherë se nuk ja u pret mendja që mundet të reagoj unë. Po se kuptoj. Çfarë kishte shkruar? Do të thënë, shiko, telefoni është në dorë të gjithkujt. Dhe mirë do të ishte libri në dorë të gjithkujt, por është telefoni. Kështu që kam filluar marrëgëtojnë shumë këto komentet, të cilat në fakt nuk më pëlqejnë, por nga ana tjetër shqyr që janë. Sepse është një lloj reagimi, le të themi, ka një lloj nën teksti e gjitha kjo që nuk kuptohet nga ata që për shembull mund të vjelli një lloj vrerje, që reflektimi është duke ndodhur. Pra faktin që ty të tërheq diçka, për të cilën ti komenton, nxjerr vrerë, do të thotë që truri yt ka akoma qelizat të cilat nuk kanë vdekur të tëra. Nuk janë ndjekur.